Sa herë keni dëgjuar ju se unë shpeshherë, kur prindër të fëmijëve sidomos në prag të adoleshencës, nga mosha 10-12 e tutje, kam thënë që ndoshta edhe pas zotë për ta komanduar fëmijën dhe për t'ia marrë telefonin nga dora ose për t'ia dhënë me orar, kam thënë që ose mund gjej veten aty, mund bëhet nesër një IT, mund bëhet një programues, një informaticien, ose kam mësuar anglishtën nga telefoni, nga programet aty me njëri tjetrin, merren vesh fëmijët me njëri tjetrin. Por ne kemi dëgjuar njëkohësisht dhe për Roblox, një program i cili ka anët pro dhe kundra. Dhe është këngëtarja e mirënjohur Vesaluma, e cila ka ndarë publikisht shqetësimin e saj në lidhur me një nga trendet më të përhapura mes fëmijëve, lojën online Roblox. Kalojmë te sigla jonë modeste dhe më pas flasim pikërisht pak për Robloxin. Ky Robloxi vallça është. Okej, pra, e kishim dëgjuar, por nuk e menduam kurrë më shumë saq. E menduam ndonjëherë se është një gjë e bukur. Roblox tingëllon mirë, është një trend i fundit i lojrave online, por nga një postim në Instagram, këngëtarja e mirënjohur Vesaluma ka shpërndar një video ku flet për ndikimin negativ të lojës dhe ka treguar përvojën personale me djalin e saj Ilianin, i cili për disa orë në ditë ishte përfshirë në botën virtuale të Robloxit. Nuk e kishim marrë kur me mend, sepse është pikërisht kjo lojë e cila do të ngrej alarmin dhe janë pikërisht prindrit, sidomos kur janë personazh të njohur, si rasti i Vesës, të cilët kanë bërë shumë mirë dhe ka treguar se Robloxi ka anët pozitive, po ka edhe anët negative. Thotë Vesa, o Zot, faleminderit që më bëre atë nënën që disa e përqeshin, se i ri shumë gati djalit. Liani qëndroi vetëm disa ditë në Roblox, thot Vesaluma, derisa bëm të kuptoj vetë që është e keqja si lojë për të. Është alarmante situata, vazhdon citimin këngëtarja Vesaluma. Ky reagim është shpritur si një thirrje për ndërgjegjësimin prindror, teksa Vesaluma ngre pyetjen e madhe që shqetëson shumë familje sot. Roblox në pamje të parë duket si një platformë argëtuese dhe kreative, ku fëmijët ndërtojnë botën e tyre virtuale, por fshet disa rreziqe serioze. Përdoruesit mund të krijojnë lodra brenda lojës, ku shpesh mungon çdo kontroll mbi përmbajtjen e tyre, duke ekspozuar fëmijën ndaj skenave të papërshtatshme, komunikimeve të rrezikshme dhe asaj që quhet varësia digjitale. Me këtë reagim të